Në qytetin e Vlorës, duket se investimet publike vazhdojnë të realizohen pa një planifikim të plot dhe pa studime të mirëfillta paraprake. Një nga rastet më të përfolura është ai shëtitores bregdetare Lungomare, një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore të financuara me fondet e Bashkimit Evropian, i cili sot po përballet sërish me ndërhyrje të thella në teren. Lungomare u promovua si një investim strategjik për transformimin e vijës bregdetare të Vlorës, me synimin për t'i dhënë qytetit një hapësirë moderne, rekreative dhe turistike. Projekti parashikonte ndërtimin e rrugës përgjatë vijës së detit, sistemimin e hapësirave të gjelbra, mbjelljen e pemëve dekorative, krijimin e zonave pa këmbësor dhe biçikleta, si dhe instalimin e ndriçimit publik. Për disa vite, kjo shëtitore u konsiderua si një nga arritjet më të dukshme të investimeve publike në qytet. Megjithatë, ajo që mungoi në këtë projekt madhor ishte një element thelbësor i infrastrukturës urbane, rrjeti nëntokësor i ujësjellësit dhe kanalizimeve. Në kohën e realizimit të investimit, nuk u përfshin ndërhyrja plot në sistemin ekzistues të furnizimit me ujë dhe të shkarkimit të ujrave të ndotura. Kjo mangësi sot po sjell pasoja konkrete. Pas vetëm pak vitesh nga përfundimi i punimeve, segmente të ndryshëm të shëtitores janë hapur sërish për shkak të ndërhyrjeve të reja në rrjetin e ujësjellësit. Pamjet tregojnë makineri të rënda dhe punëtorë që po çajnë asfaltin dhe trotuaret e ndërtuara më herët për të shtruar tubacione të reja. Çdo investim i madh urban duhet të paraprihet nga një studim i detajuar teknik dhe ekonomik, ku të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme, përfshir rrjetet nëntokësore. Ndërhyrjet e fragmentuara jo vetëm që rrisin kostot financiare për buxhetin publik, por krijojnë edhe perceptimin e mungesës së koordinimit institucional. Megjithse ndërhyrja aktuale është e domosdoshme për të garantuar furnizimin me ujë të pishëm dhe për të përmirësuar shërbimin për qytetarët e Vlorës në këtë zonë, ky investim duhet të ishte bërë ndër punët e para të shëtitores bregdetare. Megjithatë, pyetja që shtrohet, pse këto ndërhyrje nuk u parashikuan dhe realizuan paralelisht me projektin fillestar të Lungomares. Situata aktuale ka rikthyer në vëmendje nevojën për një planifikim më të integruar të investimeve publike. Qytetarët kërkojnë transparencë mbi kostot shtesë që do të sjellin këto punime të reja, si dhe garanci se ndërhyrjet e ngjashme nuk do të përsëriten në të ardhmen. Lungomare, simbol i transformimit urban të Vlorës, sot po përjeton një tjetër fazë punimesh, që ndonse të domosdoshme për infrastrukturën bazë, hedhin hije dyshimi mbi mënyrën se si janë konceptuar dhe zbatuar projektet publike. Në një qytet me potencial të madh turistik dhe zhvillimor, koordinimi dhe planifikimi mbeten sfida për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla.